Përshëndetje. Pse më largojnë meshkujt? Unë nuk jam as e pabukur. Kjo pyetje nuk thuhet me zë të lartë. Thuhet zakonisht natën, pas një bisede që u fto pa arsye të dukshme, pas një do flasim që nuk u fol kurrë, pas një tjetër buri që u zhduk pa dram, por me heshtje. Dhe gjithmonë shoqërohet me një hutim të thjeshtë, gati fyes. Unë nuk jam as e shëmtuar, e pabukur. Nuk jam e paditur. Pse më ikin, pse më largohen? Sepse le ta themi troç, në këtë pikë jemi lodhur duke u shitur sikur gjithçka shpjegohet me pamjen. Nuk shpjegohet. Pamja ndihmon të afrohesh. Nuk mjafton të qëndrojnë. Shumë gra e nisin analizën nga pasqyra. Kjo është gabim. Pasqyra është alibia më e lehtë. Është më e rehatshme të thuash nuk jam mjaftueshëm e bukur, se sa të përballesh me pyetje më të rënda. Si lidhem? Si reagoj? Çfarë kërkoj pa e ditur? Çfarë frikë mbart dhe e quaj dashuri? Le ti marrim me radhë. E para, meshkujt nuk largohen gjithmonë nga gruaja. Shpesh largohen nga dinamika. Një burr nuk ikën sepse gruaja nuk është e bukur. Ikën sepse ndihet i mbytur, i panevojshëm, i gjykuar ose emocionalisht i paqartë. Dhe jo, kjo nuk do të thotë që gruaja është fajtore, do të thotë që diçka në marrëdhënie nuk funksionon. Ka gra që ofrojnë shumë shpejt gjithçka. Kohë, vëmendje, mirëkuptim, sakrificë, durim. Në pamjen e parë, kjo duket perfekte. Në thelb krijon një marrëdhënie ku burri nuk ka më hapësirë të dëshiroj, të kërkoj, të fitoj, çdo gjë është aty e servirur. Paradoksi, sa më shumë japin, aq më pak mbahen. E dyta, jam shumë e mirë. Nuk është gjithmonë kompliment. Në terapi kjo fjalë është alarm, sepse shpesh fshe një model, grua që shman konfliktin, që nuk vendos kufi, që e përtyp pa kënaqësinë dhe e quan pjekuri. Derisa një ditë shpërthen ose ftohet emocionalisht. Meshkujt nuk ikin nga gratë nga e mira, ikin nga gratë që nuk janë të vërteta, nga frika se mos humbasin dikë. Autenticiteti është tërheqës, vetëfshirja jo. E treta, dëshira për lidhje kthehet pa dashje në presion. Ka gra që duan marrëdhënien aq shumë sa që e shkatrojnë. Jo me xhelozi teatrale, por me pritshmëri të padukshme. Ku po shkon kjo? Çfarë jemi ne? Pse nuk më shkruan më si më parë? Të gjitha këto pyetje. Burri ndjen presionin përpara se gruaja ta artikuloj, dhe për shumë burra, presioni emocional përjetohet si rrezik. Jo sepse janë të këqij, por sepse nuk janë mësuar të menaxhojnë ndjenjat të thella pa u ndjerë të kapur. Atëre, bëjnë atë që dinë më mirë. Largohen. E katërta, trauma e vjetër vishet si dashuri e re. Nëse meshkujt largohen vazhdimisht, pyetja nuk është pse ikin, por çfarë tipi burri zgjedh unë gjithmonë. Shumë gra bien vazhdimisht në dashuri me burra emocionalisht të paarritshëm. Jo rastësisht. Ata janë të njohur për sistemin nervor. Janë të ngjashëm me figurat të së kaluarës, me babain e ftohtë, dashuria që duhet fituar, vëmendja që nuk vinte kurrë plotësisht. Truri ngatëron ankthin me pasionin, qetësinë me mërzinë. Dhe pastaj pyesim veten pse na lan. E pesta, vetvlera e fshehur pas pyetjes pse nuk më duan. Kur një grua e lidh vlerën e saj me faktin se një burr qëndron apo ikën, ajo jep atij pushtet absolut. Dhe pushteti i tepërt nuk është tërheqës. Vetvlera nuk bërtet. Nuk kërkon konfirmim të vazhdueshëm, nuk pyet çdo ditë a jam e mjaftueshme? Kur një grua nuk e ka të qartë vlerën e saj, ajo fillon ta negociojë atë, dhe asnjë nuk e vret dëshirën
më shpejt se një njeri që negocion vlerën e vetë. E gjashta, intimiteti i vërtet tremb më shumë se bukuria. Bukuria të afron, sigurisht. Intimiteti të zhvesh. Dhe jo të gjithë janë gati për këtë. Ka burra që largohen pikërisht kur marrëdhënia fillon të bëhet reale, e thellë, e qetë. Jo sepse gruaja ka bërë diçka gabim, por sepse burri përballet me veten, me boshllëqet, me frikrat, me paaftësinë për të qëndruar emocionalisht i pranishëm. E në këto raste largimi nuk është refuzim i gruas, është aratisje nga vetja. E shtata pyetja e gabuar. Pse më largohen meshkujt? Është pyetje e gabuar. Pyetje e saktë është: çfarë modeli përsëris? Çfarë toleroj nga frika se mos mbeten vetëm? Çfarë jap përpara se të më kërkohet? Çfarë nuk them për të mos prishur lidhjen? Kur këto pyetje marrin përgjigje, burrat që largohen pushojnë si qeni mister. Fillojnë të jenë sinjal. E teta, edhe jo, problemi është që ti je shumë. Kjo fjali romantike shpesh fshem shmangjen. Nuk je shumë. Thjesht ke qenë në marrëdhënie ku nuk kishte kapacitet për ty. Jo çdo burrë është i destinuar të qëndrojë. Jo çdo largim është dështim. Disa janë filtra brutal që të heqin nga rruga njerëz që nuk do të mundeshin kurrë të donin siç ke nevojë. Dhe së fundi do të thosha se nëse disa meshkuj largohen, nuk do të thotë që ti nuk je e denjë për dashuri. Mund të thotë që je duke u afruar me njerëz që nuk din të qëndrojnë, ose që ti po qëndron në mënyrë që të bëjnë të humbasësh veten. Dashuria nuk mbahet duke u zvogëluar, as duke justifikuar, as duke u përshtatur pafund. Dhe ndonjëherë largimi i tyre nuk është humbje, është fillimi i qartësisë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që thërë pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.